Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozitë. Pra, lideri i opozitës duhet të përndiqet prej 3 vitesh pse ka miratuar ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, se një nga mira e mira përfitues është familja e dhënërit e tij, gjëja më normale në botë e që ndodh kudo. Edhe ne deputetët, në klapa kjo, edhe ne deputetët miratojmë pagat tona. Çfarë do të thonë? Kjo me qenë se përfitojmë edhe ne, duhet të ndiqemi për korrupsion, ndërsa Edi Rama që miraton ligje për llogaritë të vetëm një afere korruptive, po sipas jush, jo më vetëm sipas nesh tashmë, siç është afera e inceneratorëve, apo që ja shkruan përfituesi Klodian Zoto, ai nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim